Qytetarët e Gjirokastrës ankohen për mungesën e shërbimeve dhe specialistëve në spitalin e Gjirokastrës. Ata thonë se ka mungesa të mjekëve, për këtë arsye detyrohen të kurohen jashtë vendit. Gjithashtu ka mungesë të ilaçeve apo të çmime të larta apo shumë pak cilësore dhe jo të efektshme. Që kam që marë, nuk ja rritur. Nuk ja rritur. Po cilësia ku është më e mirë këtu apo në Greqi e ilaçeve? Po dihet ku është cilësia më e mirë, në Greqi. Po si çmime ku janë më të lira, këtu apo jashtë? Mbas janë më të shinda jashtme, po janë më të mira. Pse i merri në Greqi? Po i marë se nuk ka këtu në ato. Janë të shtrenjta këtu apo nuk marrin fare këtu? Jo, nuk është puna e Shëncisë, është puna që nuk gjej këtu. Nuk disponojnë. Pastaj unë kam qenë vazhdimisht atë, që shpejt pa kjo që u vajta një vjetë. Në krahasim nga ande janë më të lira, janë më cilësore? Po thua e se, më cilësore po, them se më cilësore. Po unë këto këta që kam provuar tani, që mund të thomë, po unë me çmarr atë, ndje vetëm më mirë. Ndje sepse, si shteti që është më cilësore, këto që kam provuar, A keni marrë mjekimin e duhur në spitalin e Gjirokastrës? Ka mungesë Kemi marrë. Ke marrë? Do më atë që janë gjendur. Atë që janë gjendur, kemi marrë dhe në Greqi. Po. Po për sa i përket cilësisë, ku është më e mirë? Barnat në qytetin e Gjirokastrës apo jashtë? Jashtë. Janë më të mirë? Keme garanci, keme në çdo gjë. Dhe çmimi është më i lirë? Patjetër është më i lirë. Po shërbimet në spitalin e Gjirokastrës janë më të mira këtu apo jashtë? Këtu mbi ilaç e kërkojnë që të hodhë në i bakshish në gjep. Ju ka ndodhur, keni patur raste? Me miraja. A ka mungesë mjekësh këtu në qytetin e Gjirokastrës? Mungesa e dërmisht që ka se të përqellin. Për shëndetësinë e vend, ndër vite qytetarët kanë qenë të pasigurt dhe mes dilemash nëse ofrohet një shërbim korrekt apo i cunguar, duke rritur besimin më shumë tek mjekët e huaj apo spitalet jashtë vendit.